shpitate, Ina, ti ose Kesi, jeni në shpitate, kur nuk janë drejtuar një komunitetit të saktuar, dhe as nuk e ka ofenduar, dhe as nuk e ka zemra edhe me se e ka lënë të nënkuptuar, kjo është gjë tjetër, është pjesë e lojës. Përderisa jeni me një program si Big Brother që gjithë shqiptaria shikon, dush mi mat fjalët edhe me di qa flet. Se për i fjallë t'il ta thash dhe për ta them prap, njerëzit jashtë e kam vrarë vetëm për i fjallë t'il. Edhe fjallë do të me i mat shumë mirë, se fjalla dhe më shumë se i shuplaq e se du ta kuptosh që jetojnë ndërkohë në Shqipëri, edhe aty jashtë mos mendos se janë gjithë mbështetës. Ha? Mos mendos se aty jashtë janë të gjithë mbështetës. Ti tregon vetën. Eksakt, do thoya, pavarësisht se secili mban qëndrimin e vet, unë për shembull nuk jam as për as kundër komunitetit LGBTI, me thënë të drejtën. Jo, në këtu në këtë shtëpi nuk është trajtuar kurrë si komunitet. Pra, ju nuk mund të thoni Kesi që ai i tha Kristit, jetoj në mënyrën që e bën të lumtur. Seksualitetin e tij, se ai nuk e bëri kurrë. Nëse ai shaqë zotë satalita të nën kupton, besoj gjë po me Anxhelën, nëse nuk po them që nuk është kuptuar kështu. Por ai kurrë nuk ju drejtua me një mënyrë ndryshe, atëherë unë jam pro. Unë jam pro për çdo person që e gjana që i bën, ose mënyrën se si shfaqet e bën të lumtur. Nëse filoni nuk i mbështet, pra nuk dal aty të protestoj, nuk jam as kundër, thjesht jam neutrale. Pra mendoj që bëj debat, ti nuk e gjan asnjë rënë, as nuk i qef, domethënë, ti më gjut ti qef vetëm me kthyer veten aty ke pasqyrë dhe me vazhdim me fol. Jo, je ti që sheh gjithmonë para kamerës, se do që të dëgjohet vetëm fjala